Përshëndetje! Përshëndetje! Mirë se vini në një vlog të ri. Tani jam unë fokus, jo. Sa paritëm në Rexhë, që është një qytet kështu pak më i madh si fshati jonë, erdhëm ta pim kafen këtu sot, sepse është një kafe kështu cute and estetik edhe që ka mbëlsira shumë të mira që më pëlqen. Kemi kohë pa erdhur faktikisht. Thash hajde shkojmë andaj sot. Problemi është klasik, po bie shi, tu bie gjithmonë shi. Gjithsesi kjo nuk do na ndaloj nga pirja e kafes ton. Desha pastaj të bëja një xhiro në dyqanet, po të ndaloj ky shiu. Po s'ndalovi, si do e bësh? Ma mirë mos ta bësh. Bur, fol bukur. Bukur. Let's go. Let's see what is going to happen. Sending a red alert. You know how to make it hurt. Gave you a dime, go buy you some time. Maybe I live by then. The timer is going off. Goodness, was this one wrong? Mbas kafes, bëre një xhiro te dyqanet, ndalovi edhe shiu shqyrzotit. Faktikisht vajta te Calcedonia, do ju tregoj pastaj çfarë mora, dhe te H&M, që ju thash javën e kaluar dua të shoh skontot, sepse ka triko të lezetshme H&M. Nuk ishte. Të paktën ky dyqani këtu nuk ishte. E vetëm një gjë që mora në H&M janë breçka, sepse breçkat e mia të ciklit i marr gjithmonë nga H&M. Edhe tani ato që më kishin ngelur ishin me vrima. Edhe po i mbaja me vrima në cikël, sepse janë të vetmet që më volisën në cikël. Nuk e di po ka njëri tjetër probleme psikologjike si puna ime. Tani është normale të flasim për breçkat tona të grisura në YouTube, nuk e di. I don't care, nuk po them në gjë turpi. Tani po mbaj vetëm unë breçkat e grisura se I kam comfort breçkat, është problemi im. Por që ta keni parasysh, to janë 57% organic cotton thot. Edhe janë këto breçkat këtu. Janë breçka klasike gjysheje, por e dini sa volisin këto breçka? Janë fantastike. Plus te Calcedonia mora geta termike. Ato që të mbajnë ngrohtë, po ta shikoni, kanë brenda këtë pjesën besh, edhe kanë jashtë edhe get tjetër. Kjo është kafe. Mundem ta hiq këtë kafen e të vënë një të zezë. Un kam si këto që kam marrë nga Shini, po duket ka mbasi jeshile. Nuk duket që ka të njëjtën nuancë me trupin lart, me duart e me fytyrën. Pas këto të Calcedonias, më duket që këto nuk do duken si jeshile, do duken shumë më mirë. Edhe mora këto. Shpresoj që nuk kam harxuar 20 euro kot, e të jenë si ato të Shinit. Po të jenë do ja u them që mos harxoni lek në Calcedonia. E ti mirëni direkt nga Shin. Kaq nga kjo xhiraja jon, tani në orën 1 un kam prenontuar. Give me just a minute, kam prenontuar të shkoj me burin te një event. Vino Kilo quhet. Me të përdorur është, bëhet në të gjithë Europën ky si event faktikisht. Ishim vajtur një herë në Bologna. Nuk isha bler asgjë se ishin të shtrenjta. Mua më duken të shtrenjtë. Por duke qenë qyri është falas, edhe është 9 minuta që këtu ku jemi nga qendra me makinë. Thash, e di çfarë? Hajde shkojmë hedhëm një sy. Çfarë na kushton? Bëjmë edhe një xhiro. Si jashtë është edhe ftohtë ajo është organizuar diku brenda. Mundohet të bëj ca foto cute si të dal bukur njërin tjetrën, sepse brenda javës që nuk kam Klajdin, nuk mundem të shkoj diku të bëj foto vetë. E thash tani që isha veshur sot bukur, u zgjova, isha karikuar, të rregullohem, të pispillosem kënde ande. Por e dini çfarë nuk më pëlqen fare vetja. Ka rritur cikli dhe ndjem e fryr plot me puçra, e shpifur, first world problems, do thoshte dikush. Po, dakord me ju jam. Nuk janë këto problemet e jetës. Plus dita fillovi me mua që u mërzita. Ju kisha thënë që kisha prenontuar këtë javë të shkojmë të shohim një si tip shfaqje, më shumë stand-up comedy. Marriti email sot në mëngjes se thoshte është anulluar. Thoshte që lokali ku do realizohej kjo gjëja ka probleme teknike, kështu që do më kthej lekët edhe nuk do realizohet kjo gjëja. Është shumë u mërzita, po mundojmë të gjej të shkojmë të bëjmë diçka tjetër, por sot për sot nuk mundesh të gjesh. I gave you a chance to make me feel safe. Chocolate kisses, honey hugs, set you free but feel like drugs. Maybe if I trusted you I'd stay. Smile that can Nuk bleva gjatë ajo Vino Kilo. Nuk ishte gjëra shumë të seleksionuara, po kush e di sa të bukura e vërteta është sot. Në përgjithësi me të përdorurat që shkojun kushtojnë tepër, se ishte 40 euro një kile me robë. Kile me robë janë 2 xhaketa elegante, që të kuptoni pak a shumë. E 2 xhaketa elegante janë më shumë se 1 kile. Ishte bukur gjithsesi, se kishin bërë brenda të një vend si zonë industriale, kishte edhe kafe, ulëm pivëm edhe një gotë prosecco, edhe ja kaluam bukur. Plus provova gjetat që bleva te Calcedonia fantastike. Po jeni në kërkim të getave, që nuk ju duken nga si jeshile nga poshtë, edhe janë të trashat, ju mbajnë ngrohtë. Provoni ato nga Calcedonia yll. Kam zgjedhur disa rroba nga Shein, kanë arritur. Hajdeni të shkojmë bashkë. Popullcas vape. Shein hol. Oh, sa të bukura janë këto. Hajde scrunchi. Janë bizhamka, janë me arushka. That's so cute. Kanë këtë efektin me ndafsh. Më pëlqejnë tepër. E di që kam një mipal bizhami njerëz, I don't care. Nga momenti që kam mundësi të marr të tjera do i marr. Burrë të pëlqejnë bizhamkat e mia të reja.
I feel so pretty, and cutesy, and girly. Allë është që gjithmonë duhen shkurtuar të gjitha gjërat që marr, të gjitha pantallona, dhe pse nuk më bëri mami të gjatë. Dhe këto loungewear duhet të jenë sepse ndjen nga copa. Çfarë të bëj që ky është 100% stilim. Kështu më pëlqen të ri në shtëpi. Të vërtitem edhe rrobat të jenë flowy edhe të butka në trup. Ato me arushkën për shembull që kanë atë efektin e mendafshit. Un kam edhe të tjera që janë këto këtu që janë mendafshi vërtet, janë 100% seta. Nuk i vesh fratello, nuk i vesh, nuk i duroj. Dua kotonin e vllau në trupin tim. Opa, por si topa. E tunde Mojselina tunde, të dal nami në katunde. Na, tunde si që tunde Selina. Trurim 24/7 është kjo. Polka dots. What is going on? Është një fustankë, duhet tani t'ja gjej anën, unë të shoh si ta vesh, ta provoj. Ai, bukur duket. Kjo është nga ato bluzat që vjen kështu, asimetrik. Problemi është që nuk më pëlqen kjo pjesa kështu. Është shumë e mbyllur. Më pëlqen kjo pjesa kështu, po do desha të ishte më poshtë, të vinte me hapur. Ja, disi, po. Kështu. Plus ka gjithë kurizin e hapur. Po një gocë kap flokët. Kjo do i shkonte më tepër, po unë duke qenë që nuk i ka. Më duket sikur është too much gjitha kjo pjesa. Tani po. Kjo bluza më pëlqen tepër, duhet ta kisha marrë në të bardhë, por po nuk e provove, nuk e di. Pjesa më e bukur për mua është ky kurizi kështu. Plus këto ripkat mblidhen e mund të ngushtos sa të duash. Misguided. Kjo tani është që e vën kështu, si për bizhameve, si për rrobave të shtëpisë. E mbyll kështu bukur e lidh, edhe të mban ngrohtë kam një po shumë e gjatë ajo që kam. Edhe desha një më të shkurtër, që sa herë që dal të shkoj te lavatriçja, të mbështillem mirë, edhe tik me vrapande sepse shumë ide e mirë ajo, që mos e kem lavatriçen brenda në banjë, e mos mbaj vend. Por tani në dimër unë duhet të dal që të shkoj te lavatriçja me ftohtin, e thajm se herë që bëj atë rrugë. Ka ngelur e dy janë të dyja bizhame ose rroba shtëpie. Po i provoj direkt. Më në fund gjeta një set që nuk ka nevojë për shkurtim. Shikojeni tani, kjo është 3 pieces, pantallonkat, është kjo komishka brenda, por ka edhe xhaketkën, ta hedha sipër supkave. Realisht tepër cute. Dhe e fundit është ky seti këtu. Dhe arriti dhurata që bëra Clyde-it për vitin e ri. Nuk po ja gjeja numrin njerëz, nuk po ja gjeja. Unë ja mora këtë. I arriti si e pat në dhjetor. Mora 42-shin, se Clyde vesh 41,5, donjëherë 42, donjëherë 41, varet. I mora 42-shin, i rinte gjigante. Deri tani nuk e ja gjeja me numrin 41, ishte sold out. Doli një numër para 3 ditëve, e kapa, edhe arritën këtë dje, brenda 2 ditë ka arritën. Këto i kisha marrë deshte cheese me buri im, të zeza. Këto kanë këtë partikularitetin këtu që është edhe katrore, edhe rumbullake. Mua shumë më pëlqevi dhe Clyde shumë më pëlqevi edhe arritën sot i veshi për herë të parë. Është shumë stylish. Ve dhe një fshes, ose ve, po pse të përtoj më mirë ta ve. Te ja faktikisht pastrova mirë shtëpinë. Bëra punë me themel. Kështu që nuk po të shmendem. Emën nuk po e shoh dot me syt e ballë. Ma ka shpifur në këtë pikë. To be honest, unë sot nuk kam ngrënë. Kjo është e vërteta. Ëngra në mëngjes cupcake, pastaj me aperitivon hëngra edhe një herë bacone. Buri si e shikoni këtu nga zhveshuria të stërvitur. Ko me është një drita tu? 2 vjetra. Ndroate një qatë them unë e shkreta do porosis të tjera në Amazon. Sa drita ishin gjysej? E po, sa vrima janë? Janë 6. Ti kishe lënë atje, kur i ndrove ti këto dritat nuk isha una. Edhe i kishe lënë ashtu. Unë nuk e di tani çka ke bërë. Kur ulëm për aperitivo e ngra një herë bacone, që është specialiteti i zonës këtu bacone. Ta keni parasysh për të Bologna. Si byrek me spinaq le të themi, edhe parmigiano. Mua më pëlqen. Por tani, kjo goca këtu po ndjet që ka nevojë për karbohidrat. Po më thret trupi më thot dua karbohidrati. Prandaj do bëj oriz me tono përsëri. Po kaloj prapa të fazën që jam fiksuar me një ushqim edhe dua ta haj gjithkohon atë. Këto ditë do bëjmë bashkë edhe një pul që e bëra për herë të parë për vitin e ri. Pul në furrë me patate, me një lloj salce, shumë e mirë që edhe ajo më është fiksuar. Ti është pula në furrë me patate do koqet bëhet edhe S'ka problem. Presim. Mbur oriz do bëj sot me tono. Okej. Dhe bëjmë nesër, ose pas nesër. Mu fiki dritat këtu se... Ti fik dritat se pastaj do të zer elektroshoke të bësh... Tara! E lera ashtu poshtë njerë. Jo, po më duke duhet të shkoj për nga muri. Ik më ande akoma te dollapi. Më bëj një se i kisha vanë këtu se ishin prishet ato si për divani. Do i porosis tani direkt gruaja të tjera. Po ke 2 ndryshe këtu. Ja më trego tani Crown sa shumë e ke servitur. O, burni! Të bje edhe drita atje, mirë. Shqyë se i pëlqen. Buri që ka mustaqe duhet edhe të ketë edhe Crown e servitur tani, për ndryshe nuk ka lezet. Tallet brej, mua tallet, po unë 37 vjeç. Po? Jam në formë. Këtë
këto, që brenda ka kjo edhe fasule, ka edhe qiqra, ka edhe misra. Është Rio Mare, quhet meksikana kjo. Kjo është e preferuara ime. Nuk e gjetëm këtë javë në supermarket, mori Klajdi një tjetër tono që thoshte ishte edhe me proteina njërin tjetra. Ma shpifi. Po gjeta një gjë që më pëlqen, pastaj kam shumë të vështirë të gjej një gjë tjetër që doja kaloj asaj gjës. Të paktën brenda të turim. But now we have it and we are gonna eat it. Tunde Marcelina, tunde, dana mina, ka tunde. Do dash snack, do snacketo. What Milo eats in a day? Bacon. Of course he eats bacon. Shikoni sa bukurin edhe pret aty. Kush do snacketo? Stay. Bravo. Nesër më takon të pastroj edhe shkallën. E kisha haruar, tani më kujtua. I don't wanna do this, but I have to, and I will. Këtë javë pa me Klajdin një film shumë të bukur që desha t'ju sugjeroj, se kishim kohë që nuk po shifnim një film kaq të bukur, quheshe në italisht I Segni del Cuore më duket. Flet për një familje, mami, babi, motra e vllai, ku 3 nga ata nuk dëgjojnë, kështu që edhe nuk mund të flasin. Jo që s'mund të flasin me gjuhën e shenjave. Edhe motra flet normalisht dhe dëgjon normalisht edhe I pëlqen të këndoj, por duhet të ndihmoj familjen edhe gjithë këtë pjesën e vështirësisë të zgjedhësh mes familjes apo ëndrave të tuaja, por e kishin xhiruar në mënyrë kaq të bukur që të kalonte emocione shumë të bukura edhe shifje edhe realitetin e atyre njerëzve që nuk është si joni, edhe të truri jon që të flasësh e të komunikosh është gjëja më kollaj në botë, nuk e vëmë në dyshim, e kemi të gjithë themi e kaq. Derisa ata personat e kanë shumë të vështirë të komunikojnë, se ke mundet gjuhën e shenjave ta dijnë disa familjar të tyre, me të afërmit, por nuk e din gjithë bota. Vajte për shembull ti në supermarket e të mundesh të komunikosh kaq kollaj. Gjithsesi, ajo këshilla ishte shumë e bukur realisht. Mirëmëngjes. Është mirëmëngjes kur fillon dita me punë që ti nuk don të bësh, a? Por sa më shpejt ti mbaroj, aq më shpejt do shpëtoj. Jam torturuar edhe gjithë natën, kam parë vetëm ëndra të këqija. Mizor po prisja të gdhi mëngjesi, çëm nga krevati. Jam këtu të pastroj edhe derën time. Burr, po bën makarona! Klajdi po në bën drekën derisa unë të mbaroj këtu, sepse faktikisht dita ka filluar që herët sot, po nuk e ka marrë me vete, kishim disa punka të vogla të bëjmë që nuk kanë lidhje me YouTube-in, kështu që ka erdhur ora të hajmë neve. Po ma bën stomaku gër. Ma ka ngelur e kjo fjongoja këtu të cilën duhet ta çoj lart. Por të fus te çanta bashkë me Emën, e cila supozohet crossing finger se do vinë nesër o pas nesër. Nesër përsëri kemi apuntamentin e doktorit ortopediku. Po. Inshallah bëm puna I shkretit paktën. Këtu kam nxjerr psulat e Nescafes të cilat janë përdorur, sepse sot duhet shkojmë të blejmë kafe e të lejmë edhe këto. Çfarë bën Bukoroshi, nuses. O Maria, faqet. Gurabia. Jalla more çuno. Bushën si polumbo. Kur erdhën prindrit e mi, sistemuam edhe këtë shtëpinë këtu brenda, e fshivje lavi mami e pastrovje sistemuam pak. Shikoni tani situata. Rumuj nuk e kam bërë. Po mami kishte vënë kartongjeso atje që të mbajë të gjitha këto gjërat. E ky kartongjeso ka marrë formën U, që I bie që këto duhet I heq, të shkojë të porosis një dru që është apostafat për atë vendin atje dhe ti rive. Po, por në përgjithësi është e sistemuar e gjitha. Kjo nuk është rumuj, më besoni këtu nuk mund të hyje më përpara. Dhe me që ngrëm tani, edhe dje mora një informacion në lidhje me ushqimin, të ta ndaj me juve, sepse për ndryshme ka do I ndaj unë këto super informacionet që marr. Mos jetë pak si tepër e holl kjo që po veshun tani. Maybe. E dini që ekzistojnë ato restorantet që kanë yje Michelin. Nuk e di kush është prononcimi I duhur. Michelin. Edhe përveç atyreve ekziston edhe Michelin goma. Jam e sigurt që diku e keni parë. Të lloj gomash, edhe po nuk keni fare ide me markat e gomave. Kjo është kinda cute. Telefonin tim. Janë gomat që kanë këtë xhaxhin këtu. Edhe po shikoja një program që ishte me shefa, kish veshur atë bluzën e bardhë klasike që veshin shefat, edhe nga njëra anë ishte shkruar Michelin me yjet, ato që kanë restorante, dhe nga tjetër ishte Michelin ky xhaxhi këtu. E thash unë, çfarë lidhje ka njëra me tjetrën tani? Sepse emreshin e iti. Edhe hyra kontrollova njerëz, edhe ja që gomat kanë lidhje me restorantet. Do më thuash si qyshtek. Do ty hyn marketingu. Tani këta vëllezërit Michelin mundojshin të shesin goma, por flasim në periudhën 1700 dhe ca që njerëzit nuk para përdornin makina. Edhe po t'i përdornin pak, kështu që nuk prisheshin kollaj gomat. Edhe menduan e krijuan një si tip guide që t'ja jepnin shoferave, edhe ti thoshte vendet që të shkojnë të vizitojnë, si të shkojnë deri atje
parezi që edhe kishte në përgjithësi disa këshilla të vogla. Ndaj viteve, brenda të kjo liste u futën edhe restorantet ku shoferët mund të ndalojnë edhe të hajnë ushqime tepër të mira. Flasim për restorante që kishin kualitet eksecepsional edhe teknika të reja gatime njërin e tjetrën. E disi kështu filluan të jepen yjet Michelin për restorant. Nuk është mind blowing kjo tani. Për mua ishte shumë interesante si gjë. Edhe yjet Michelin i japën njerëz të dërguar nga marka Michelin, të cilët janë të veshur si njerëz normal, nuk vinë të thonë haha përshëndetje, unë kam erdhur tani të kontrolloj restorantin tani e po ja vlen do ja pylli. Ti nuk e din kush janë këta kritikanë. Ti ta vinë edhe po panë që ti meriton ta jap. Keni qef të ndaj me ju informacione të tjera të këtilla restorante. Më thoni po doni apo jo. Nuk është shumë cute kjo burr. Kam veshur. Shumë cute. Faleminderit. Outfit of the day, gjiboksi, shalli edhe mustaqe. Unë jam Klajdi. Ti është Klajdi mendon që Mehmet që shef ai i njohën të gjithë. E njifje pikë? Jo. Amo. Edhe kur rrit në avion më thonë që jam si rus, dukem rus, nuk dukem shqiptar. Po pra nuk e thanë njëra te, që hyre në avion edhe ishin e shqiptarët e menduan që ti je i huaj edhe të tallnin. Po më tallnin në Shqip. E tallnin në Shqip se mendonin që Klajdi nuk është shqiptar. Edhe i thash po mirë, thash burr, pse nuk i the përshëndetje, si jeni, mirë, nga shtëpia të fala këndaj edhe pse nuk ja thua? Vazhdonte muhabetin avu. Ti bëje të ndjen keq po të tallnin. Nuk desha muhabet. Klajdi ka shumë bezdit keq muhabet me njerëz. Kam bezdit ke muhabet me ignorant. Mark te kamerën e vogël me vete. Dua t'ia përsëri një shans. Edhe pse gjaj që tani që po filmoj nuk më pëlqen. Ka shumë probleme me fokusin kjo kamera, nuk më bë fokus. Gjithsesi ikëm te qendra tregtare, të marrëm kafe, të pim një kafe, të hedhim një sytë Zara. Jo. Po. Prap. Se tani janë më shumë ulje. Sa kalojnë javët bëjnë më shumë ulje. Edhe mund të gjejmë një super mega ofertë gjigante. Për shembull, që nuk na shkonte kur mendja që do gjenim një super mega ofertë kaq të bukur në jetën tonë. Qenë ka plot me njerëz. Ankthim social nuk është mirë tani, por ulëm të pim kafe, tretet edhe ushqimi. Dua të marr të lexoj këtë librin nga Dostojevski. Puna është që është në italisht edhe Dostojevski xha është i vështirë vetë. Ta lexoj në italisht nuk e di po do jetë ide e mirë, po më inspiron tepër shumë edhe kjo. Thot mbrapa sistemi patriarkal është një konstruksion historik. Ka patur një fillim edhe do ketë një fund. Inshallah do zoti, inshallah. E mbani mend te vlogmas i kisha provuar këtë fustanin, isha dashuruar e nuk e mora, se thash nuk kam ku ta vesh. Por tani që e rigjeta, është ky fustani me gjithë kurizin e hapur. Tani do e marr. Tani do e marr se më duket është diku te 16 euro. Tani po. Erdhur moment. Edhe unë këtë e quaj karma, e quaj fat. Ky fustani po më priste mua, jam e sigurt, një tek pulli ishte. Do e desha një numër më të vogël se është small, do e desha extra small, po do e marr barabar. Kjo mendoja që do më rinte më bukur. Ka diçka, më pëlqen kështu që është flow i pjesa poshtë, por këtu më duket sikur më bën pum. E desha të jetë më feminin, më elegant. Po provon edhe musta që ka bori këmisha. Ja të shoh si të rinë roza? si Freddie Mercury. Po, si Freddie Mercury. Fix, si Kelena Zja. Bluja të shkonte më shumë më duket. Nuk e di se sa do i veshësh këtë faktikisht. Dolëm nga qendra tregtare, me shber koka boz në këtë moment. Dhe jemi te drive-thru-ja i McDonald's. Është ndjer edhe na takon të hajmë edhe neve një ditë keq fratello, të hajmë keq. Burger it is for today. Dhe tregoj pastaj çfarë mora. Fikisht vetëm atë fustanin e zi mora. Mora edhe këto patatet që janë me cheddar, sepse po e bëjmë që po e bëjmë këtë me katin, ta bëjmë tamam. Edhe një patate për lushka. Po e kam ngrënë atë burgerin me një frym, sikur kisha 10 vjet pa ngrënë, sikur po vdisja për bukë. Kisha qesi, nice, skal. Le të kemi të tjera. Kur hyra në Zara që po provoja rroba, më kishte hyrë një vapë keqe, edhe i hoqa leggings, se ju thash, vesh këto leggings termike nga poshtë. Duhet të marrë të tjera faktikisht, po janë nga Primark. Nuk e di kur do shkojmë në Primark, se këta e mora small, kishte vetëm small, po më rri e madhe, më rrin të gjara. Ti janë të volitshme, se pastaj kam ato që janë shumë të trasha, shumë të leshta, edhe ato të ngushtojnë, të mbledhen, ndiem sikur jam 3 kg plus se ja që të trash ato pantallon, ato leggings, ndërsa këto janë të rehat. Por po, u ndrova te Zara, pastaj nuk i vesha, më se po pulsisja. Te Nespresso, double espresso dolce, shumë e mirë në përgjithësi kjo. Ore, jam autofocus. Çfarë fokuson këtu? Këto e qesen, gingerbread, sepse ka ngelur kjo nga periudha e vitit të ri. Edhe të preferuarën time like ever, janë roasted hazelnut. Ja u kam treguar disa herë, po sepse më pyesni kur vjen në story çfarë kapsula përdor, ta dini që shumicën e rasteve është kjo. Roasted hazelnut, my favorite one, like ever and ever. Leva 2 gjera behari, leva këtë këmishën që të dal natën, vesh kanatiere poshtë edhe t'jem freske. Se pagova? 12 euro. 12 apo 12 në 3
12.95. 12.95 pagova, më falni. Edhe tek mish Boqell, po Behari, është edhe kjo Behari, gru? Po. Jo e pagova gruaja. 15.95 €. Ky ishte holi im, shumë e bukur. Ta gëzoj. Mirëmëngjes, është dita tjetër. E di që duket si dark, por nuk mundem të bëj asgjë për këtë. Më zgjovi Klajdi, vajtëm pivëm kafe të dyçka, edhe tani faktikisht kam filluar të bëjmë gati sepse do shkojmë te ortopediku. Por para se të ikëm atje, duke qenë që është hen, duhet të ndroj çarçafat, të vej në lavatriçe, do çarçafat i vej me shumë gradë dhe shumë orë, edhe duan gjithë ditën thuajse që të mbarosh punë. Se njëri fut lavatriç, pastaj në tharse, pastaj kënde, pastaj ande, Dje në dark filluam një serial që më duket quhet o Guinness ose Familja Guinness ose Blazrit Guinness, diçka me Guinness. Edhe flet për historinë e vërtetë të familjes Guinness, që është një nga birat më të famshme në botë Guinness. Paktën unë e njihja, Klajdi më tha, më duket sikur e kam dëgjuar, por nuk e se e njoh. Është e bazuar në histori të vërteta që kanë ndodhur në jetën e tyre. Edhe më pëlqevi shumë edhe si është filmuar ai seriali, edhe muzika që kanë përdorur, edhe editimi, të gjitha janë shumë nice. Domethënë po ju pëlqejnë Peaky Blinders, ka atë lloj stili të Peaky Blinders. Thoni sot do shpëtoj kjo goca, do i gjej në një kur, do i bëj diçka kjo ortopediku, who knows? O balaçe. Shtrova vetëm çarçafin poshtë, të tjera do pres të lajnë të thajnë e do i rive. Plus do desha ta nxjerr të aeros pak këtë, por po vjeshi, ka filluar shiu, kështu që e lash të mbështjellur në gjysmë, kam hapur e dritaren këtu edhe të aeroset bashkë me dhomën. Çfarë të bëj? Jo, po çfarë të bëj? Ky është outfiti për te doktori. Do vesh edhe xhupin të më mbaj ngrohtë, sepse edhe kondicionerit e Smarti nuk është se punon super mirë. Kam marr këtu të gjitha gjëra, letra, dokumenta, receta, analiza, çdo lloj gjëje që më duhet, supozoj. Notëri lishur, edhe do nisim një pak herë. Po më mirë të rrit pres atje se sa të vonojmë. Në përgjithësi nuk më pëlqen të vonojmë të apuntamentet e mia. E kam tepër shumë bezdi. Kam edhe sikletin e të gjeturit parkim, kështu që po nuk do i marr me vete. Sa do të kthem, përsoj të kem news të mira. Për veten time, se e di që juve tani kam se kam i tizuat e tiz. 2 hours later. O Lushka qenë, o Lushka ceni bukur, ka sjell mami bukur, po mban er pizza ti këtu. O drit, o spirt, do të cum. Eva mbas një ore, Madonna, i doktori, ishte më shumë madhe. E nuk kuptonte nga kompjuterat e shkreti, nuk i jap faj, ka studiuar gjithë jetën për një nga punët më të vështira në botë, i është doktor. Sepse realisht tani, ajo është një nga punët më të vështira në botë. Apo puna më e vështirë në botë, nuk është puna. Besoj që jemi të gjithë dakord te kjo, gjithsesi. Edhe i shkreti, mbase nuk ishte nerva të rit mësoj edhe kompjuterin si e dim neve më të rinj që kemi lindur mes teknologjisë. Edhe i shkreti 3 ora të shkruante një letër, shkruante një tjetër, eri shikonte, eri lexon. Gjetëm zgjidhje. Do shkoj të bëj rezonanca magnetika. Nuk e di si quhet në shqip, don't ask me. Po më tha që nervi sciatic është. Më tha që nuk kam skolioz. Aha, po, ja, kjo është diçka e re për mua, për shembull, në moshën 30 vjeç, mësova që nuk e kam. Në moshën 18-19 një doktor në Greqi më tha, po ti ke skolioz. Tani mësova që nuk e kam skoliozën. Më tha që kur kisha bërë radiografin kisha skolioz, sepse kishte krijuar dhimbja, edhe nuk e mbaja dot të drejtë prisin, sepse dhimbja më shkaktonte këtë efekt. Po tani më tha momentalisht nuk e kem. I thash domethënë unë s'kam skoliozën përgjithësi, më tha. Jo, nuk më rezulton diçka e këtij. Tash po kështu më kishte thënë një doktor në Greqi, më tha, nuk e ke. Nice. Të paktën është mirë të dim çfarë kemi në këtë jetë. Çfarë t'ju them edhe unë shkret. Tani duhet të shkoj të bëj këtë magnetika e në bazë të asaj do shohim çfarë do bëj. Më tha mos e filloj fizioterapinë, më dha edhe disa ilaçe, më tha që kur dhimbja bëhet shumë të pi ato ilaçet, po më tha po përmirësohet situata në krahasim me si ishte. And I was like what? And he was like yes, you are better now. I told him I don't feel better now. He told me you are slay queen. E thash okay, do jem better. Isa hyra brenda më tha doktori, guxon në këtë moshë të më thuash që ke dhimbja kurizi. Por e shikoni që procedura vazhdon e zjatet. E shikoni, e shikoni. Jeni këtu me mua në të gjithë këtë procedurë. Tani unë këtë duhet ta bëj fotografi, t'ja dërgoj përsëri asiguracionin se ata të më pronontojnë këtë apuntament. Zot, të lutem më ndihmo më jep kurajo të vazhdoj këtë jetën. Edhe me qenë se ishim afër te fura që na pëlqen si i bëjnë gjërat, vendosëm të shkojmë me healthy lifestyle. Herbacone, këtë me spinaqin. Morëm edhe 2 copa pizza. Hajde hangri vetëm atë me spinaqin. Plus nuk u kthe në shtëpi për drek se prap kam si manglishte e ka këtu pizzan për kur të kthehet. Edhe mora një copë shumë të vogël, e shikoni se vodka. Si justifikojmë nuk e di. Kjo duhet jetë me çokoladë. Mban shumë erë të mirë. Tash e pash aty atë tortin e më bëri me sy. Thash kam me ciklin e di çfarë. Ha, I don't care. Milo hangri pjesën
pjesën e vet, e tani po vjen kënde të lyp edhe timen. Ja. Ishte fikse ajo që desha. Doktori më tha, kur isha atje të heqe pantallonat që të më bënte kontrollet, më bëri dhe atë gjën që më godiste në pjesë të ndryshe të këmbës se të shoh si do reagoj. Edhe e di që është doktor. Thjesht e kam shumë siklet kur duhet të zhvishem. E kam siklet çat bëj valla. E kam shumë siklet. Nuk më pëlqen fare kjo pjesë. Jashtë tani doli diell, nuk kuptohet me kjo kohë. Po unë dua të provoj këtë. Po, nuk e di kur e kam ringren këtë, po e kam ringren se si shije e njoft, approve, 12 nga 10. Buri im erdhi, përgatis valixhen e vet edhe tik. Valixha e burit mund të përgatitet shumë kollaj me 2 stepe, një këmba tjetër edhe është gati të mbyllet. Mundeni tani të shkoni të përjetoni aventura të reja me burin. Shife sa është mërzitur. Shife. Plus kur erdhi buri më solli edhe këtë, është ajo gjëja që të fusëm pemën. Thot edhe Merry Christmas. Tani nuk ke për të pirë me kafe kaq të mirë këto ditë derisa të kthesh prapë në shtëpi. Se kafeja më e mirë është ajo që të bën gruaja. I know. Me ato 2 duar gjigante të veta. Në ma pak dorën tënde? Shipe sa të madhe kam dorën. Kam vogëlu një pje. I ke ti të vogla. Ta mësusja, bidyshi. Se më tha njësh është I am you. Njerëz, i tregovi mësusja e Klajdit fotografi të vjetra. Po, që ishin Vjeri edhe babaja e saj, jo Vjeri, te lufta e dytë botërore. Në Shqipëri. Në Shqipëri. Po nga ku është ajo mësusja? Angleze, po Vjeri është italian. Italianaki, mozzarella, tarantella, jam një qeni madh, jam një qeni bukur shumë, e kam bushën si pëllum. Më ka rritur edhe një box nga Pixi me gjëra të reja të provoj, shikoni. Sa të bukura janë këto boxe. Edhe ka brenda larës fytyre me salicili acid and probiotics. Ka edhe një toner që në përgjithësi tonerat e Pixit më pëlqejnë tepër. Kjo është për të minimizuar pore. Ka edhe mistin, ta bësh psup. Edhe këto, të cilat duhen gjithmonë, sidomos tani që ju kam thënë që lukura ime nuk është shumë në formë. Jam pimple patchis. Dhe me që se doli dielli, po dalëm edhe neve një xhiro me çuni, të kënaqet në natyrë. Sa bukur që është kështu. Më ngroh pak shpirti. Shtëpia ime është bërë picë sikur kam pa e larë një javë, jo 3 ditë. Kështu që vura një fshes, vura ujë të zjerë brenda të lecka, e po lajt, ç'a të bëj? Më në fund mbarovi lavatriçja, kështu që duhet palos edhe këto rrobat. Pak janë rrobat se ishin kryesisht çarçafat, plus dua t'ju pyes diçka. Ju e dini që çarçafat i ndroj një herë në javë. Po përveç çarçave, patjetër, obviously, laj edhe peshqirat e trupit, e peshqirat e duarve dhe ato që përdorëm në kuzhinë, gjitha peshqirat një herë në javë. Biles peshqirin e fytyrës, edhe ata të bides. Mund t'i laj edhe më shpesh se një herë në javë. Do me thënë po të ve 2 o 3 herë në javë të bardha, do i fus edhe ato të dyja. Edhe pasha TikTok që një shumë po pyeste personat e tjera me të cilët bashkëjetonte se herë në javë lajnë peshqirat edhe pyeti për peshqirat e trupit. E thanë që lajnë një herë në muaj. Edhe shumë njerëz te komentet thanë që po është shumë okay ti lash një herë në muaj peshqirat e trupit edhe unë që laj. Peshqirat mbledhen tepër shumë baktere, sepse kur del ti i lagur, ajo derisa të thajt ka nevojë për mjaft shumë kohë. Kështu që ajo është një shtëpi shumë e mirë në atë moment për baktere të shkoj ti tërheq bakteret nga ambienti, nga kudo, nuk e di. Prandaj dhe jam me mendimin që nuk është okay ti lajm një herë në muaj. Një herë në javë më duket okay, brenda normës. Tani dihet çdo njeri ajo që thotë i duket si normalja, por më thoni njëherë edhe juve, njëherë në sa i lani. U bë edhe kjo puna e çarçafëve. Du sa dhuroj erën e mirë që kanë netet e para çarçafët e Lara. Më relakson trurin. Unë bleva këtë fustanin dje Gazara. Shumë i bukur, fantastik, e mora me super çmime të gjitha. Për ka këtë pjesën e pajetë këtu që nuk ikën, është i qepur. Prandaj nuk mund ta fusësh në lavatriçe këtë fustanin, se mbase këto pajetë kapen të fustanin dhe e grisën, ose mbase fillojnë edhe ikën këto, e prishen. Kështu që duhet ta lej me dorë. Haha. Busha pak ujë, pra edhe këtë dashin brenda. Do e ve dhe fustanin këtu. Do e lej disa orë para se ta laj pastaj, se nuk i dihet kush e ka provuar fustanin kur e provovi, ishte i djersitur, ishte i palar. Nuk dua ta vesh me djerset e njerëzve të tjerë. E sa duar e kanë kapur këtë. Diku këtu them t'ju le, e ne do shifemi si gjithmonë te video radhës. Mua.